28 ditë. Apo shkon vendit drejt zgjedhjeve, apo shkon drejt zgjidhjes së çështjes presidentit? So e shoh klimen, qosjen dhe energjinë e Zotrit Kurti duke posur parasysh edhe veprimet paraproke, unë mendoj që veni ka më shku në zgjedhje. Po kem pos zgjedhje të reja, po pozicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, që ka qenë çdo herë prej themelimit të saj, edhe tash do të jetë pozicion në dobit qytetore dhe në dobit të institucioneve. Ne nuk është që jemi duke prit kërkën të dera, nuk është se kem pos për shkak që ka pos tendenca me keq informu qytetorin dhe kanë qenë abuzime të disa eksponentëve të vendosjes për ka pos deputet që kanë thonë janë fol për qeveri, asnjë diskutim, takimet me Zotrin Kurti dhe Zotrin Hamzës ose neve s'ka pos për për poste qeveritore. S'keni dashur që më ija? Qeverinë e ka fitu. Jo, po. Qytetori i Republikës Kosovës e ka votu, e ka të fitune. Çka kem kërku? Qeveris në interes qytetorëve dhe në interes të vendit. Po nëse vim votat për president, thërna dhe neve me qeverisme. Partia Demokratike e Kosovës pret që ai që është përgjegjësi me e zgjedh presidentin, me i marrë veprimet e nevojshme, serioze, jo me bo drama, jo me bo shfaqje, jo me bo shuv. Paralelisht me këto me ju përgjigj kërkesave, me ju përgjigj nevojave, me ju përgjigj sfidave të shtetit dhe qytetorëve të Kosovës, për shkak që së cilën ditë janë duke u rëndu, qytetori i Republikës Kosovës jo më prej vitit në vetë, realisht prej vitit në vetë deri në vitin 2025 ka pos tjetër më të vështirë. Tash e ka prej javës në javë. Arjan, me që Albini që ka thonë për ju, 128. Dhe kur s'më dha në emra, thash hajt të provoj t'ja japun e në emrë. Ju thash Andin Hoti. Andin Ukshin Hoti. Duke pas parasysh prej familjes që vjen, Ukshin Hoti është unik, por nuk u pranua as kemi takime më tej që të flasim për emrat të tjerë. Mirë. Nëse nuk bën Andin Hoti, ma thuaj një emër tjetër, nuk mu tha asnjëherë. U kërkua vetëm të nënshkruajën çek blanko aty. Marrëveshje pa emra, po me zotim absolut. Më vjen keq, po s'është e mundur. Me spjegu, po më duhet pak kohë, Ermal, për juve dhe për publikun. Ne kem kërku që presidenti me qenë i propozuar dhe i zgjedhur nga ai që propozohet nga Partia Demokratike e Kosovës. Në mënyrë që, sepse në proces kërkohen dy emra, kërkohet kandidati dhe kundërkandidati. Kem thonë, me bo marrëveshje që kandidati dhe kundërkandidati më u propozu nga rollet e Partisë Demokratike të Kosovës. Nuk e kem specifiku që patjetër duhet me qenë dikush që është me flamur partijak. Kem lënë hapësirë me qenë në tavolin 10, 15, 20 emra. Dhe mandej me post konsensus për dy emra, cili do të jetë president dhe cili do të jetë kundërkandidat i presidentit që do të zgjidhet. Ndërsa kjo është veprim tjetër që abuzon me diskutimet dhe është çështje jo serioze negociate, se diskutimet e marrëveshjes. Për te soj, me e argumentu që nuk ka pos çështje serioze, po çdo herë në drama e në shfaqje. A është këtu në ora 23 diçka e dërgon emrin Andin Ukshin Hotit, ndërsa nesër në mesditë i bënën shkrimet e i çon në kuvent Fatmire, emri i prindit nuk po më kujtohet. Fatmire Kolçoku. Po, s'po më kujtohet emri i prindit, Kolçoku. Mbi emri. Tash Fatmire Mulhaxha Kolçoku. A nuk është mjaftueshëm argument që nuk ka çështje as pak serioze.